jetesën në kryeqytet, edhe pse të rinjët po zgjedhin të jetojnë në Prishtinë duke lënë vendlindjet e tyre mbrapa. Mirëmëngjesi Sara dhe Edona. Mirëmëngjesi vajza. Mirë se keni ardhur vajza. Si u gjetëm? Kemë fol pra për një temë që pse të rinjt, pse mendoni ju që të rinjt po e lënë vendlindjen e tyre dhe po vinë në Prishtinë dhe po mbesin këto? Kja filloj unë me qenë se kom lonë në vendlindjen tem, pasi që familjen time kam kaluar dhe jam rritur pra në fshat, aty ku jeta është brenda kornizave dhe tashmë dinamika nuk është sikurse në Prishtinë, pasi zgjodha të studioj dhe të punoj u desh të transferuem dhe të jetoj në Prishtinë të banoj tash e 5 vite, edhe ka shumë dallim jetesa në fshat dhe në Prishtinë, në kryeqytet, po edhe duke krahasu edhe me qytetin e Ferizajt, pra unë jam veç se prej Ferizajt fshatit Greme, dallon shumë për shkak se në Prishtinë dinamika është shumë e madhe edhe ka më shumë ngarkesë, ndërkohë që në fshatra jetesa është shumë e qetë, pasi që të rrethon natyra dhe çdo gjë është në nivel të qetësisë, ndërkohë që në qytet për shkak të dinamikës së madhe ne detyrohemi edhe për shkak të punëve të jetojmë këtu, ndërkohë që është më vështirë mund të themi, por njëkohësisht është edhe më lehtë për shkak se të ofron të gjitha gjërat janë afër dhe mundesh për brenda një ore me krye shumë punë, ndërkohë që prej fshatit gjithmonë është më vështirë të kryesh ndonjë punë të caktuar që e ke përgjatë jetës apo një ditë të zakonshme. Edona? Në fakt, pajtona me Sarën, menoj që kjo është arsyeja kryesore pse të rinjt të largohen prej vendlindjes edhe dëshirojnë me ardhë ma afër vendit tyre të punës, ma afër shkollimit edhe ma afër krejt shërbimeve që kjo qyteti ta mundson në fakt këta, në anën tjetër zonat rurale më pak, sepse gjithçysh duhesh me pas një makinë për me shku dhe për me kry një shërbim. Për këtë arsye, po mendoj që të rinjt të zgjedhin Prishtinën në këtë rast kryeqytetin, se i kanë ma ofër, do me thonë, krejt ato të cilat i përmenda. Mu nuk më kara me ndru vendlindjen edhe me ardhë me banu ma ofër qytetit. Une banoj në fushë Kosovë, po nuk është që vrejnë a i dalim të madhë me Prishtina. Në anën tjetër e kam edhe ofër kolegjin AB, kemi ofër shkollat, kemi ofër qendrat mjekësore familjare edhe nuk vrejet kështu në a i dalim i madhë. Po sa i përket zonave rurale, pa dyshim që është një dalim edhe është një arsye pse bojnë lëvizje. Po gjithsesi jeta më e mirë, më kualitative dhe më e shëndetshme bëhet në periferi. E na si popull kosovar, po them kështu s'po dal hiç jashtë kufive, nuk e kemi kuptuar këto deri vonë. Për shembull, jashtë shteteve, njerëzit që qëndrojnë shumë më mirë financiarisht, milionerat, po them kështu, kanë shtëpi sa ma larg qytetit, jetojnë sa ma larg qytetit edhe në periferi, kështu edhe e bojnë jetën e qetë, ndërsa këtu dhe ne, këta që kanë më shumë dhe mund të themi, kryesisht i ndërtojnë shtëpijat afër qytetit, apo në qytet, do me thonë është komplet një sistem ndryshe jetesës, edhe na këto nuk e kemi ditë deri vonë, kemi mendu që veç ata që kanë pare shumë jetojnë në qytet, kështu që besoj që tash me liberalizim kemi dalë, e kemi pa që funksionon jetesa edhe në vendet e tjera përsa i përket periferisë edhe qytetit. Për shembull, një familje antar që e mira, një familje pakic të themi, edhe janë gjenerate re dhe kanë fëmijët e tyre, nëse ju vjen mundësia të ndërtojnë një shtëpi në fshat apo të blinë një banesë, pra një ndërtesë, shumicën e rasteve ata zgjedhin, si për shembull në qytetin tim, të blinë një ndërtesë në Ferizaj, ndërkohë që në Greme në fshatin tim të mos ndërtojnë një shtëpi për shkak se punë si që ceke edhe dona punë publike dhe ato private njëkohësisht mund t'i gjesh më lehtë në kryeqytet, pra pikërisht në zonën urbane. E vlen me theksues edhe çështja e transportit, siç e theksoj Edona, është një çështje shumë e rëndësishme, pasi jo çdo kush ka veturë, pse don veturë, ndërkohë që transporti me autobus, pra trafik urban nuk është i zhvilluar sikurse në Prishtinë, pra në qendër, që është edhe një çështje problematike mjaft atë kjo pjesë. Po sikur të zgjidhej çështja e transportit pothuajse në të gjitha pjesët rurale, ndoshta do ndryshonte pak ky hovi për me shku edhe me jetu në qytet. Pasi që shpeshherë kemi raportuar edhe një gazetar për mungesën e transportit në për fshatra të ndryshëm, edhe në fshatrat e Prishtinës, madje fshatrat të kryeqytetit që ka mungesë të transportit. Për këtë rast, do me thonë nëse veç se siç e theksove dhe ti, nëse zhvillohet kjo pjesë nga komunat përkatëse, atëherë çdo gjë do të ishte më lehtë, por gjithsesi mendoj se në një vikend të gjithë zgjedhim që të shkojmë ta kalojmë në fshat, sidomos kur koha është më e mirë edhe natyra është edhe më e bukur. Po Sara, ti që ke ardhur tash po jeton këtu edhe shkollosh edhe
je e punësuar këto. Pas një koha, mendon me shku përsëri me jetu në fshat, apo tash ti je ambientu edhe don me najt në Prishtinë? Me qenë se tash më jem duke punu këto edhe unë afër kolegjit AB, si që theksoj edhe Dona zbashko, e dishta me theksu se gjatë kohës viteve të mija tash më që ende jemi treja, mendoj që duhet me jetu kënej, me qenë se ende nuk kam krijuar familje, po jeta nuk e dihet kanë na dërgon, ndërkohë që nuk është që kam probleme jetu edhe në fshat, megjithse nëse do zgjedhja për në mes fshatit dhe kryeqytetit e Prishtinës, pra do zgjidhja Prishtinën për momentin aktualisht, pasi që çdo gjë është më e lehtë. Unë kisha zgjedh fshatin. Vetëm për vikende. Edhe unë kisha zgjedh fshatin. Ndoshta nuk më ka rënë kështu me ditë tamam çysh është jetesa, çysh funksionon. Për shembull, një ditë në fshat e kom pa, për shembull kur kom shku te gjyshja, apo për një kohë shumë shkurt për 2-3 orë edhe më shumë jo. Edhe ndoshta që gjithmonë ka mungu ajo pjesë, ndoshta që gjithmonë ka mungu ndoshta kopshti për shembull, më kanë mungu ato frutat e sezonës që na për shembull e kena shumë vështirë me i arritë, ndërkohë fshatrat e kanë shumë të lehtë se i kanë që aty. E kisha pas qef me provu, po për ma shumë se një muj nuk po besoj që kisha mujt me... Nështë ta isha adaptu mirë për një muj. Kish pëlqy me najt halon. Besoj, unë menoj që qitash krejtve na kish pëlqy të pak të 2 ditë të vikendit, me i kalu në një fshat, me u qetësu kështu, larg zhurmave, me kon qetë se edhe jeta është bo shumë dinamike, shumë stresuse, edhe se cili këqyr veç me mërin punë, edhe se cili e ka qef që me arrit me kry një shërbim mënyrën ma të shpejt mundshme, nuk kena ko për me prit shërbime. Me qenë në fshat e ki ajrin e pastër, i ki që po thotë e Dona kopshtin tëna aty të vogël që ki fruta, perime, krejti merë aty edhe jetën. Edhe e din çka po hanë, se po i blim në përmarkete, mandel po del sasia e pesticideve, atyre gjanave mjaft të dëmshme për organizëm, edhe një farë mënyre nuk po e dim as çka po konsumojmë. Unë e kom kalu fëmirin tam në fshat, edhe jam shumë falenderuese, unë shpesh e flasën dhe me prindë e mi, edhe i thom mamit, adin unë jam shumë falenderuese që e kom kalu fëmirin në fshat, edhe ka një ndër fëmirit më të shëndetshme edhe më të mira që unë e kom pas në krahasim me fëmijët e tjerë që janë lindë dhe janë rritë në qytet, e për të mos mjaftuar, na nuk kemi pas as celular, as PlayStation, as telefona me najt aty të nditën, po kemi dal edhe kemi shiu, do me thonë, ambientin, e kemi shiu arat, gjithë shka tjetër ku kemi mujt me dalë dhe me lujt, edhe unë jam shumë falenderuese që e kom pas një fëmirit t'til, edhe ka njerë kur nalë na menoj kisha pas qef që dhe fmit e mi me përjetu të njëjtën pak a shumë. Po tash është problem e mira pasi që në atë kohë cek s'kemi pas celular. Ndërkohë që tash nëse i sheh fëmijët në fshatra që jetojnë, zakonisht të gjithë i kene për telefona, në për laptopa, tu e përdor pra teknologjinë moderne, ndërkohë që vitet e kaluara edhe sezona e dimrit ka qenë shumë e mirë për shkak se kemi skiju, kemi dal, e kemi shfrytzuar natyren që na është fal, ndërkohë që në ditët e sotme jo shumë e përdorin, duke i parë edhe në fshatin tim që shumë pak kanë mbetur, shumë e kanë lëshu Kosovën, shumë kanë dalë jashtë, e ndërkohë që në atë kohë është ju më shumë fshati se sa sot, shumë më shumë. Shumë vërtet. Vajza, faleminderit shumë për këtë diskutim, faleminderit që ishit në studio dhe po shpresoj që do vini edhe herave të tjera për me diskutu temat të tjera. Faleminderit Sara dhe Dona. Faleminderit. E pikërisht për këtë temë, gazetari Erin Zhushi na sjell përgjigjet e qytetarëve të Kosovës, të cilat janë realizuar në Prishtinë dhe pa humbur kohë po i ndjekim së bashku. Çka dallon jetën në Prishtinë ndaj komunave të tjera? A është më e veçantë dhe si ka ndryshuar kjo jetesë ndër vite? E jani të shohim se çfarë thonë qytetarët. Ka ndryshuar jetesa ndër vite? Po, ka ndryshuar shumë vallahi. Ka ndryshuar shumë. Përpara kon knasi. S'kem pas me çaq. As me hangër, as me pi, as vesh, as mos, po koni falëzetin, një knasi, një dashni, një respekt. Ka pas morale, ka pas të në e konë sot, s'ka kur gjo. Bukë si bukë, era si vje. As pasullet, as gjdet diçkafi, të në bëllakin, po... E vallahi, për di qa me thonë, jo mirë, nuk jemi tënë më të mirat i kemë, po knasi s'ka. Në Prishtinë ju sa vite keni jetu thatë? Për 64 dhe jem këtë në Prishtinë. Si ka ndryshu Prishtina kështu? Si po e shet tash? Prishtina ka ndryshu shumë, valla. Kanë onërisë, ka pas bon luft Allah,
Da I prishim me shpia, me krete, me qytete, me tona, s'me sendi unë, sen. Kanë ndërtim ka, po një fabrikë, nuk o bon që me shti pëntorë. Po kanë morë banesa, kanë morë tuka, kanë masë, që shtu janë, ty pasënu si cilë për veti. Ka kanë mu qysh. Ama, qëre, nuk o thash, kesa i që kjo me qef sot, s'ka pëntorë, a i dikush e paguën, po dikush s'mundet me paguën. Edhe s'gjonë pëntorë, po i gjonë dhe qasit, që këshu një maqin me qitë dytë në kata në tretëna, katër që a i thot 80 euro edhe të më atje, se këtu për dorë 20 euro, dita se ka ma shumë 20-25 qatë. Jetesa është bo ma e shtrejt, a munen me përbalu këto qytetarët? Ma e shtrejt o bo balë, po qyshja, me shka be bo? I që 220 euro i kam penzi, po në nëmi kam po dikush t'i kanë asatu, po shqyqyr që nuk jetoj veç me qitu, u për veti po thamë. Për veti nuk jetoj veç me qitu 100 euro, po ka dikush me 100 euro, 150. Ju do të me jetu, do të me qysh me dole. Shtajtime, rryma, tëna i shtajtu. Po, e lëhëm pe i zotë, të ati ku shëfon, nuk e di njerëzit përnujnë. Edhe një pyetje të fundit. Jeta në Prishtinë, qysh dallon prej komunave tjera? Pasha zotin, se di qa me thonë. Si prej viteve 60-a, Po. qytetari i Prishtinës. Tona komunat jenë ma mirë, gjithë konë, ku të shkoj shumë ma mirë. Me shku për dhiva qashtu, me 3 vit, me vështërën, kanë punu, idare kanë, mjetë kanë bonë, sene, nuk o në keqë, po keqë që kjo politikë në myti pak që s'para atomit. Nuk po bashkuën, mi dhesh një unë i shuqin, veç për interesa shtire ke me po diçka mirë këtë. Për posë që Prishtina dallon nga çdo komunë tjetër për intensiteti i njerëzve, lëvizshmëria, domethënë është vinë prej gjitha rajoneve tjera, edhe është ma e frekuentuar se çdo rajon. Ju jeni Podujevës, pra e çfarë dallon Podujevën prej komunave tjera? Podujeva është një komunë më e vogël se domethënë se kryeqyteti e prej qyteteve të tjera nuk kisha me thonë që e bën shumë dallim si gjitha rajonet tjera. A dallojnë jetesa, a është ma e shtrenjtë, ma e lirë, a dallojnë këto eq? Nuk e besoj, ma mërmenja që është gjitha njëjtë. Që so vite jeni në Prishtinë? kështu Po, tamë? prej të dheshës. Çka e dallon Prishtinën prej komunave tjera? Këtua, tona e dallon. Tona e dallon, s'ka tjera komuna. Qysh u kanë jeta ma përpara, a u kanë ma ndryshe? Jeta më ndrysh ka qenë, shumë më ndrysh. Këto ndryshime tashti që po ndodhin në kohët e tashme, a janë për ma mirë, apo janë për ma keq sipas teje? Vallahi, ma keq. S'ka. Qeveria shkoj, kësha shumë, bëndja, s'ka për ty në kurgjë. E jetesa, a është bë ma e shtirë? Me ashtirë deri pikë tunit. Unë me penzion nuk më i ndalë kryet, eq. Ja, ma që. Në Prishtinë ju keni vizitua dhe komunat e tjera, me siguri. Ku ma asive që jo shumë adin, po. E Prishtina çka e bën të veçantë? Se ka ndërtesa ma shumë zhvillimi ma i madhe se. E komunat e tjera, cilin e kishe krahasu mas mirti me Prishtinën? Po Prizren, për shembull, po ata larg pak. E Prizrenin çka e bën të veçantë? Bën veçantë se ka uje, ka që të, a këto s'ka ujë, s'ka kur gjë që shumë. Ose cila i ka të mirat edhe të këqijat? Qa është mirë e ki. Çka e bën të veçantë Prishtinën prej komunave tjera? Po, Prishtinën prej komunave tjera bën veçantë ka ma shumë banor, thonë dhe ka ma shumë vende për dalë të argëtu dhe ka banor, si thash këtu afër 700.000 banor janë në Prishtinë, dhe tash me këtë trejnë. Qysh ka ndryshu jetesa në Prishtinë? Po, jetesa nuk po shoh shumë ndryshim, unë jetoj jashtë, në Gjermani. Këtu nuk ka diçka dallime tek njerëzit, janë njerëz shumë të qetë, ma të qetë se kohëve tjera.
është na njihemi mirë, kudo që shkojmë, çdo qytet Kosovës, ose çdo komunë e Kosovës, ku është na gurbeqartë njihemi shumë mirë. E me Gjermani, qysh dallon komuna e Prishtinës me qytetin që jeni jo? Ajo është një pyetje shumë dallojnë rrugët për shembull, dallon pastërtia, dallon komunikimi mes njerëzve, ajo nervozizmin komunikacion për shembull tu bën shumë ki ku nervozohen, bajnë edhe probleme, besa ku nuk ja vlen për të bërë, se ekziston ligje dhe gjitha ato ndeshjet ose mes vetura do të lenë bas ligjeve të komunikacionit ose ligjeve të policisë të Kosovës. Këto njerëz mendojnë që do të me gjyks me zgjedh gjitha problemet që thojnë në gjuhën popullore. Kudo që të shkojsh, do të punohet. Do të krijosh, t'ja gjesh vetvetes punën. Do thonë t'ja gjesh vetveten për çka jetë, dhe se secili nga lindja e kemi një hobi ose fitojmë gjatë rritjes një diçka që ne duhet mirë me atë punë dhe duhet të vazhdojmë të studiojmë, të shkollohemi dhe të kallëzojmë edhe botës që na jem njerëz që e dojmë punën. Edhe sinqerisht në shqiptarët në perëndim e dojmë shumë punën, po që ditë këtu në komunat tonë edhe në vendin tonë pse jem kaq dembrela. Nëse kishit mujt diçka me marr prej vendit ku jetoni ju në Gjermani, apo? Po. Me pru këtu në komunën e Prishtinës, çka kish me qenë ajo? Po, ka shumë për momentin që po kisha veçantik e kisha cek kulturën. Thonë atë, ne kemi kulturë ma shumë tradicionale, kulturë që thash nuk kemi kulturë të shprehurit njëri me tjetrit që të zgjedhim një problem si dy të rritur, ose një problem si dy të shkolluar, ose një problem si dy fëmijë të edukuar. Atje kanë një kulturë shumë të avancume, do në gjitha nivellet e sistemit social. Ndërsa në Kosovë kjo mungon. Do thonë të na mungojnë këto shprehje, mungojnë këto komunikime, mungojnë këto nivelli shoqëror, nivelli social. Do si thash më përpara, të gjithë mundohen që një problem ta zgjedhin me gjoks. Duke thonë që unë jam i pari edhe në du ta zgjedh këto, du ta bëj këto, du ta muj duke përdor edhe dhunë ndaj njëri tjetrit. Prandaj këto do të na të zhdukeni, të gjithë kem qenë kështu, kem rrit, po duke po kulturën evropiane, duke po njerëz në Evropë që janë shumë më të avancuar se se na që jem në vendin tonë Kosovës, ku është një vend që unë ndina mas miri në botë. Vendin tim, vendin ku kam lind, Prishtinën time ku kam lind, ku kam jetu, ku jam rrit me shoqni, ku jam eduku në këtë vend, njëna shumë mirë, jo shumë mirë, po njëna i rinjallën, shumë i rinjallën. Atje në perëndim jenë gjitha kushtet, jenë gjitha kulturat, do më thonë që ti merë edhe një kulturë të mirë evropian edhe jeton, po prapë se prapë kur unë ve këtu, kjo kulturë dhe ky pluhën i Kosovës edhe kjo rrugë e Kosovës me gropa, kjo lloçi i Kosovës të ku unë jam rrit, dyqysh tërhiq edhe ma kthen nostalgjin e viteve të mia si fëmijë, ku ne jem rrit ndoshta edhe me një parë patikat kines që kem blen atë kohë, kanë qenë që jem kënaq, domethënë kem kriju atë kënaqësinë si fëmijë edhe ajo mbetet gjithmonë në zemrat tona dhe në çdo gërbeçar që është atje e ka një qëllim për të kthyer në vendin e vet, për të jetuar në vendin e vet, për të investuar në vendin e vet. Po rrethonat nuk na lejojnë, arsyeja pse neve nuk na lejojnë rrethonat për të investuar në komunën tonë, për të pru diçka të bukur prej atje. Hala ky vend nuk ka marrë një kahje të bukur politike. Domethënë është i rrethuar për njerëzve që pak ka besim për të investuar se për të bërë diçka në komunën tonë, për të pru diçka të bukur prej gurbetit ose prej vendit tonë në komunën tonë, Prishtinës. Çfarë dallon komunën tënde dhe komunën e Prishtinës? Unë jam e Gjakovës edhe gjuha
sendi i parë, do më thonë, na e kena gjuhën tonë. A është jetesa ma ndryshe atje? A është ma shtrejt atje në Prishtinë? Qa ke Jo, drejt? atje është ma konvenushme, ma e lirë, për shkak se jena njerës që e kena shumë ekonominë e tregut që këtu se kanë, na mendojmë për ma vonë, për ma gatë, nesë mas nesit, i shtrydhin sendet ma shumë, e këtu i shpërdorojnë ma shumë që është shumë keq. Edhe kjo nuk është veç se për thamë që jena Gjakovës, po kjo du të më konë gjithë ka, njëri du të më mendu pak për ata që s'kanë e kështot, e na spedjena shumë që ja dim vlerën sendeve ma shumë se këto. Një sen që e kështë marrë prej Gjakovës për me prunë Prishtinë. Qa kështë me qena jo? Së gjukin e Gjakovës. Nuk e bojnë kërkasi atje, samunat, i kanë do sende. Filijat, a di janë do sende që këto nuk mi kona si atje, nashta më mdokën të mira që janë të vendit tamë. Se di. Nashta e bën ajo të vetën që është veni jëtë, nashta e dalën prej asojna. Pro që kjo ka dalimi kryesor, ku një është mas rahatit e? Po, jo rahat nina, po një palezet të këto sandet janë matë përpunune. Ate janë sandet shumë ma beo kështët. E që ata nuk mujnë mi kopju. Shka është e Gjakovës, jam në gjendje pa provu me ere dalaj që sështë. A di vi që ermën e ka.